Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua lau fytyrën me kafe për 7 ditë dhe rezultati ja habiti të gjithë. Nëse keni shpenzuar ndonjëherë kohë duke përdorur internetin, ndoshta keni parë shumë produkte për pastrimin e fytyrës, shenjat e zeza dhe ne kemi recetën e duhur për ju, e cila do t'ju shpenzoj shumë pak kohë. Filxhani i kafes tuaj zakonisht njihet si një element i rëndësishëm i rutinës tuaj në mëngjes. Megjithatë, disa argumentojnë se kafja mund të jetë e efektshme për trajtimin e shumë kushteve të fytyrës. Do me thënë, kafeja mundet që të zvogëloj inflamacionet duke u bërë aq efektive sa aspirina. Përveç kësaj mundet që të zvogëloj rrafët e errta poshtë syve, ku kjo do t'ju ndihmojë në reduktimin e mbledhjes së gjakut nën sy, të cilat zakonisht shkaktojnë rrafë të errta. Gjithashtu, ky trajtim do t'ju ndihmojë të thyeni depozitat e yndyrës nën sipërfaqen e lëkurës. Një vajzë përdori trajtimin 7 ditor të kafes dhe, ashtu siç të gjithë u habitën, rezultatet ishin vërtet mbretërëse. Fytyra e saj mori një shkëlqim, rrudhat filluan të zbeheshin dhe aknet të gjitha filluan të largoheshin. Kafja shtëpia e preferuar, siç ne e përmendëm përpothuese të gjithë ne kur sapo zgjohemi në mëngjes. Kafeina e cila ndodhet në kafe zgjon molekula të quajtur adenozin nga truri juaj, kështu që ju ndjeni të freskët dhe njëkohësisht të vëmendshëm. Me sa duket, kafja jo vetëm që zgjon trurin tuaj, por njëkohësisht ajo ka edhe aftësinë për të ringjallur lëkurën tuaj. Kafeja është një diuretik i jashtëzakonshëm që ndihmon që lëkura juaj të largojë ujin e tepërt bashkë me toksinat. Kjo e bën lëkurën tuaj që të jetë mjaft e shëndetshme dhe i jep asaj një pamje të freskët dhe plot shkëlqim. Kafeina përmirëson gjithashtu qarkullimin tuaj të gjakut dhe metabolizmin e lëkurës, si edhe njëkohësisht redukton paraqitjen e celulitit. Po ashtu ndihmon që të largohen edhe të gjitha qelizat e vdekura të lëkurës, si edhe të gjitha papastërtitë. Ndërkohë, këtu do të gjeni disa prej maskave më të mira me kafe për fytyrën tuaj, që ju lehtësisht mund t'i bëni në kushtet e shtëpisë. Maska e parë është ajo me kafe dhe kokos për shkëlqim të lëkurës tuaj. Kafeja është një antioksidant dhe nxit qarkullimin e gjakut. Gjithashtu, ajo mundet që të luftojë njëkohësisht dëmtimin e lëkurës të shkaktuar nga rrezet ultraviolet të diellit. Vaji i kokosit gjithashtu ka veti antibakteriale dhe njëkohësisht antiinflamatore, gjë e cila ndikon në mbrojtjen e lëkurës nga të gjithë ndotësit e jashtëm. Përveç kësaj, është jashtëzakonisht hidratues për lëkurën dhe gjithashtu ajo mundet që të rigjenerojë lëkurën tuaj duke e bërë atë që të shkëlqejë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe, një lugë gjelle vaj kokosi. Si ta përdorni dhe ta aplikoni këtë maskë? Përzieni një lugë gjelle kafe të bluar dhe një lugë gjelle vaj kokosi derisa të krijohet një pastë homogjene. Aplikojeni maskën në fytyrën tuaj dhe lëreni të qëndrojë të paktën 15 minuta. Para se ta largoni maskën, masazhojeni edhe një herë në fytyrë. Pastrojeni fytyrën me ujë të vakët nëse ju ka mbetur pak nga pasta pa u pastruar, largojeni atë me një peshqir tepër të butë dhe njëkohësisht të pastër. Këtë maskë aplikojeni të paktën 2 apo 3 herë në javë. Maska e dytë është ajo me kafe dhe vaj ulliri për lëkurë të thatë. Vaji i ullirit është i njohur si një hidratant për lëkurën. Është i pasur me vitamina A, D, K dhe E.
Vitamina A gjithashtu forcon kolagjenin dhe përmirëson elasticitetin e lëkurës. Vitamina D nga ana tjetër ndihmon në rigjenerimin e qelizave të lëkurës dhe vitamina K lufton shenjat ose venat në lëkurë dhe vitamina E gjithashtu e ushqen atë. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se kafja ngushton enët e gjakut duke larguar njëkohësisht ëndjet në fytyrë të shkaktuara nga prania e toksinave. Produktet që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe e bluar, një lugë gjelle vaj ulliri dhe gjithashtu mund të filloni nga përgatitja duke përzierë një lugë gjelle me kafe të bluar dhe një lugë gjelle me vaj ulliri, derisa të krijohet kështu një pastë homogjene. Aplikojeni këtë pastë në fytyrë. Lëreni të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta dhe masazhojeni me lëvizje rrethore. Pastrojeni me ujë të vakët dhe nëse ka mbetur diçka nga kjo maskë, largojeni atë me një peshqir të butë. Këtë maskë aplikojeni 2 apo 3 herë në javë për të trajtuar lëkurën e tharë. Maska e tretë është ajo me kafe dhe limon për ata të cilët kanë një lëkurë të yndyrshme. Limoni është i pasur gjithashtu me vitaminën C, e cila forcon elasticitetin e lëkurës dhe gjithashtu frenon prodhimin e tepërt të sebumit të yndyrës duke e mbajtur lëkurën tuaj të pastër dhe njëkohësisht pa yndyrë. Produktet që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe të bluar dhe lëng limoni. Si ta përgatisni? Përzieni kafen dhe njëkohësisht lëngun e limonit. Aplikojeni këtë pastë në fytyrë dhe në qafë. Lëreni të qëndrojë për plot 30 minuta dhe pastaj pastrojeni. Këtë masë aplikojeni një herë në javë në qoftë se keni lëkurë të yndyrshme. Maska e katërt është ajo me kafe dhe kanellë për aknet. Komponentët e kësaj maske janë me të vërtetë përgjegjës për parandalimin e mbylljeve të poreve të lëkurës dhe njëkohësisht për uljen e inflamacionit i cili është i shkaktuar nga mikrobet. Kanella gjithashtu pengon oksidin nitrik që shkakton ëndje dhe inflamacion në akne dhe i than ato krejtësisht. Po ashtu kanella largon bakteret dhe të gjitha qelizat e vdekura të lëkurës. Produktet që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle kafe të bluar, vaj kokosi dhe 1/4 e lugës së gjellës kanellë. Sipas ekspertëve, përzieni që të gjithë përbërësit bashkë duke hedhur fillimisht kafen, më pas kanellën dhe në fund vajin e kokosit. Aplikojeni atë në fytyrë dhe në qafë. Lëreni të qëndrojë për plot 10 deri në 15 minuta dhe më pas pastrojeni atë me ujë të vakët. Maska e pestë është ajo me kafe dhe qumësht për fytyrë të pastër. Qumshti dhe kafeja ndihmojnë në pastrimin e lëkurës dhe po ashtu ky kombinim hidraton lëkurën tuaj dhe e bën atë që të shkëlqejë. Produktet që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe dhe qumësht. Përzieni që të gjithë përbërësit bashkë derisa të krijohet një masë homogjene. Lajeni fytyrën dhe lëreni atë të thahet. Aplikojeni në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë për plot 15 minuta. Pastrojeni më pas me ujë të vakët. Aplikojeni këtë maskë 2 apo 3 herë në javë për një fytyrë më të pastër. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.